diapazon shumë gjon, do thot ka unë shkoj shpesh në për katune, di që është jeta aty, ka vende në Kosovë ku hala grad ma shumë besom që hala jetojnë brenda 4 murave, ato hala eksiston. Ndoshta nuk beson ti se jeton në Prishtinë. Vjen me vizitu shpesh. Yeah, exactly. So, do thot është ma ndryshe në Katun dikon, edhe ka shumë shtëpijake këtu që janë në Prishtinë, që janë tash janë me nipat, me mesat, edhe tanë ditën e kanë qatë obligim të bukur, natyrisht, po edhe tani kanë gjenerate re që kanë krejt liri, si në Evropë, si në Amerikë, edhe po dojnë me pas qatë barbarëzie, equality, me borat, in çdo stres, absolutely. So the young women, femna të reja kanë krejt një tjetër bot kuptim, perspektiv, mendim për çka do thot jetë. Do thot ju keni prej A deri në Z, do thot është shumë e komplikuar, pikpamje jetësore, bot kuptim jetësore ndryshohet shumë. Shumë e vërtetë. Yeah. Po gjithsesi tregona pak a kështë jetu në qytet? Am shati për momentin jetojnë në qytet, në Prishtinë? Në Prishtinë jetojnë në qendër. Edhe shumë po më pëlqen sheshi. Do thot, përpara vetëm kemi dalë në mbrëmje, Korzo. Çatëherë ka qenë Korzo, edhe kemi shitit shumë, me një organizim shumë fort. We go like this, we come back like this. Do thot tash është ma gjanë edhe ma bukur, edhe jam afër sheshit, edhe çdo ditë po dalë, edhe po takoj me shumë njerëz. Është shumë gjallë për mu, shumë bukur, po kënaqem, edhe nuk duhet me pas kerë, unë shkoj gjithkon me kam, që po më pëlqen shumë, kam lanë kerë në Amerikë, edhe korsma. Po përdor taksi na herë në Kosovë? Ja, taksi, po, veç sa ma shumë me kam po shkoj, taksi veç me taksi, veç po shkoj, qëto po shkoj dikën në Kosovë, me kameramanin tem, për kohën, për programin tem në KTV, edhe kam mundësi hala me shku në ato vene që s'kam pa kur në për Kosovë. Këtu vendet Kosovës? Edhe aty më varet, se në për krejt Kosovë ka shpijet më vajat moderne shumë, edhe me janë shumë bukur, edhe më vjen mirë për ato njerëz, anë qëtër anë shumice janë zbrast. Edhe kjo është shumë vështirë për mu me balafaqru me ato, se në Amerikë nuk eksiston koncept me pas një shtëpi zbrast, ose një banesë zbrast, është jashtë konceptit tonë të jetësore, nuk kërkush nuk e ka, veç nuk është e milionere madhe, So, do thot, ju keni një farë pasuni që, ju keni një koncepti i pasunis këtu në Kosovë shumë i komplikuar, se ju jeni të krahasu vetin me Evropën, me Suedia, me Zvicera, me Gjermani, edhe ju po mendoni jeni varë për krahas me këta. A për ndryshe shumice njerëz në krejt botë jetojnë pa buk me hongër, pa kurgjo me pi, do thotë unë punoj me ato njerëz në Rwanda, në Afrikë, edhe do të për mu Kosova është, ka pasunit madh tash, edhe ka njerëz që luftojnë për jetë këtu edhe në Kosovë. Do thotë, piktur shumë i komplikuar, there's everything here, do thot ka gjithçka këtu, po, yeah.